Doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme. Ndaj jush, misionar të pamposhtur, të shpëtimit të Shqipërisë, misionar të pamposhtur, të qëndresës ndaj një regjimi që vjedh, varfron, poshtron, përzën nga Shqipëria, çdo orë, çdo ditë, qytetarët e këtij vendi. Nuk ka vendim më fisnik, nuk ka ideal më të lartë, se sa betejë kundër këtij regjimi, kundër kësaj të keqe që ka ngërthyer trupin e Shqipërisë. Dhe një përshëndetje të veçantë për ata 10 mijëra protestues që shndruan 20 shkurtin e 2026-s në kryengritjen paqësore më të fuqishme që ka njohur Shqipëria pas 20 shkurtit të vitit 91. 20 shkurti 2026 ishte dita e triumfit tuaj. Ishte dita e triumfit të idealeve demokratike. Dita e triumfit të guximit qytetar. Dita e triumfit të përgjegjësisë së qytetarëve shqiptar ndaj vendit tyre, ndaj kombit tyre. Ishte dita në cilën Tirana e tërë ishte në duar të qytetarëve. Dita që të merroj këte klik, këte organizat kriminale të kryesuar nga Edi Rama, e cila në krimet e saj që ka krye, meriton shekuj burg dhe dënime.